dëshmitar se ka pas procese gjyqësore edhe në tribunalin ndërkombëtar të Hagës, edhe aty do thotë është dëshmuar se nuk ka ekzistuar një strukturë mirëfillt komanduese në rastin e zotit Haradinaj. Edhe këtu do thotë dëshmitarët si zoti Clark, zoti Ruben, pastaj Christopher Hill. Po për ta përmirësuar vetën se e habita pak në William Walker. Zoti Christopher Hill, i cili ka qenë në shumë raste edhe prezident në Kosovë dhe ka pa do thotë gjendjen se si ka funksionuar në atë ushtria qëllimtare të Kosovës. Është do thotë duhet më besu edhe gjykata edhe duhet më marrë për bazë sepse janë figura me peshë të madhe që kanë qenë atë kohë edhe e njohin do thotë e njohin atë pjesën e luftës se si është zhvilluar në atë kohë edhe duhet më marrë për bazë do thotë deklaratat e tyre e nuk duhet më u bazu në deklaratat si ajo e këtij Nazim Bllacës, sepse keni pa se çka ka deklaruar në përgjimet e tij ku ka thonë se i marr i mbledhë do ish në atë qenëve dhe javçej atje dhe ata nuk i shiqojnë do thotë ma shumë edhe mos harrojmë se edhe kjo zonja Pumper e keni pa komunikimin që ka bën edhe ato plane që i ka bën me Bllacën se qysh do thotë me parapregadit dëshmitarët qysh me kriju lidhjet me udhën serbe me shtetin kriminal që ka vrarë civil shqiptar në Kosovë, i ka vrarë rreth 13.000 civil, dhe qysh me i bën ato planet, qysh me i trajnu dëshmitarët e prokurorisë për me dëshmu në Hagë. Pra, e njëjta hetuese pas një kohe ka kalu do thotë si punëtore e ZPS-s, edhe ka qenë dëshmitare në rastin e krerëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Tash mos ta përmendni atë rastin e Kaçanikut, pra në çfarë niveli ka ardhur do thotë kjo prokuroria edhe gjykata. Tash duhet mi marr janë shumë ma deklaratat e Wesley Clarkit, pastaj James Robinit, është shumë të tjerëve, janë shumë ma me peshë, janë shumë deklaratat sinqerta se sa deklarata e Bllacës, e atij tjetrit, shumë të tjerëve të